Ilirët nga prejardhja të asimilimi fetar. Sot në këtë dokumentar të shkurtër historik do t'ju çojmë prapa në kohë një udhtim mijëra vjeçar drejt një prej popullsive më të lashta të Evropës juglindore. Bëhet fjalë për ilirët. Ilirët nuk janë thjesht një kapitull i historisë. Ata janë një botë më vete, një kulturë, një identitet dhe një trashëgimi që la gjurmë të pashlyeshme në Ballkanin Perëndimor. Dhe shumë nga ato gjurmë jetojnë ende, në tradita, në zakone, madje edhe në mënyrën si e perceptojmë historinë tonë. Prejardhja. Ilirët përmenden për herë të parë nga autorët grek rreth shekullit të 7 para erës sonë, por në fakt rënjet e tyre janë shumë më të thella. Sipas arkeologëve dhe gjyktarëve, ilirët formohen si popullsi në epokën e bronzit, duke trashëguar elemente kulturore nga komunitetet e hershme të Ballkanit dhe duke i përzier ato me ndikimet indo-evropiane. Territori i tyre shtrihej gjerësisht nga Danubi në veri deri në brigjet e Adriatikut në jug perëndim, me bërtham në trevat ku sot jetojnë shqiptarët. Kjo vazhdimsi është nga provat më të forta që lidh ilirët me shqiptarët e sotëm. Besimet e ilirëve. Nëse ka diçka që ka karakterizuar ilirinë, ajo është lidhja e thellë me natyrën. Ilirët ishin politeist, nderonin shumë hini, hyjën e stuhisë, hyjën e maleve, hyneshën e pjellorisë, hyjën e ujrave. Ndër kultet më të forta ishte aji i gjarpërit, një simbol i fuqishëm, mbrojtje i pjellorisë, i shtëpisë dhe vazhdimësisë. Ky kult ka mbjetuar në forma të ndryshme të shqiptarët në mite, legjenda dhe zakone popullore. Ilirët nderonin edhe heronjt dhe paraardhësit, sidomos luftëtarët që binin në betejë. Varret monumentale që janë zbuluar në shumë zona flasin për këtë respekt të jashtëzakonshëm. Ndikimet e jashtme. Zhvillimet kulturore nuk ndaluan me kaq. Kontakti me grekët solli sinkretizim, hynit ilire u krahasuan me hynit greke. Hyu i stuhisë shpesh identifikoi me Zeusin, hyneshat vendase lidhen me Artemisin. Më vonë, ardhja e romakëve e thedoi këtë proces. Hynit ilire morën emra romak, ndërsa kultet orientale si mitraizmi u përhapën gjerësisht, por edhe kjo është e rëndësishme. Tradita ilire nuk u zhduk, ajo u shkri, u përshtat, u transformua, por mbijetoi. Krishterimi. Shekujt 3 dhe 4 të erës sonë sjellin një kthesë historike. Ilirët bëhen pjesë e perandorisë romake të krishter. Shumë perandor të njohur kanë origjinë ilire. Diokleciani, Konstantini i Madh, Justininiani. Kjo tregon rëndësinë e provincave ilire në këto etapa historike. Krishterimi u përhap shpejt, veçanërisht në qytete të mëdha si Dyrihaumi, Shkodra, Ulpiana, Lisi dhe Sirmiumi. Por edhe pas konvertimit, elementet të besimeve të vjetra vazhduan të jetojnë në petkun e krishterimit, sidomos në tradita popullore, festat e zjarreve, ritet e ujit, nderimi i shpellave, të gjitha mbartin tone të lashta ilire. Mesjeta dhe ndikimi slav.
Me ardhjen e slavëve në shekujt 6-7, Ballkani ndryshon fytyrë. Disa popullsi vendase u slavizuan, sidomos në veri dhe lindje, por në trevat malore dhe bregdetare bërthama ilire u ruajt. Kjo bërtham historike do të formosoj më vonë identitetin arbëror para rendësin e shqiptarëve. Ndarja e kishës në lindore dhe perëndimore ndikoi edhe në fetë e popullsisë arbërore. Në perëndim u përhap katolicizmi, në lindje ortodoksia. Periudha osmane dhe diversifikimi fetar. Në mesjetën e vonë dhe gjatë pushtimit osman, popullsia arbërore, pasuese e ilirëve, përjeton ndryshime të reja. Fillon përhapja graduale e islamit. Kjo krijon diversitetin fetar që njohim sot, katolik, ortodoks dhe musliman. Ajo që vlen të theksohet është kjo: feja ndryshoi për shumë elemente kulturore ilire jetuan në forma të reja. Ritët e natyrës, festat sezonale, simbolika e ujit dhe zjarit vazhduan të jenë pjesë e jetës popullore shqiptare. Mbyllja. Historia e ilirëve nuk është thjesht e shkuara, është pjesë e identitetit tonë, sepse pavarësisht të ndryshimeve të feve, ndikimeve dhe pushtimeve, disa gjëra nuk humbën asnjëherë. Ndenja e lirisë, lidhja me natyrën dhe forca për të përshtatur pa u zhdukur. Kjo është trashëgimia që populli ilir i la brezave të ardhshëm, dhe kjo trashëgimi jeton ende sot te shqiptarët. Lexoj Hysni Balia.